Unë të besova aty, më the do fitojmë, nuk më the do bëhem unë deputet. Edhe unë të dhash votën, për shembull. Ke shumë drejt. Edhe më the, edhe unë të pyes, si qytetar më i përgjegjshëm, i ke bërë sondazhe, tani po t'jap një diferencë. Rama, ku me pushtetin, se ka mundjen qeverisë në funksion 4 vjet në funksion të zgjedhjeve që vinë. Dhe fakti që i doli 2 herë i ran kokë, pra nuk e lexuam ne votën siç e lexoi ai, tregoi që ai mund të jetë surreal. Mund të jetë një njeri delirant për mua dhe është, dhe nuk e njeh shumë realitete, nuk i njeh, nuk i percepton. I rrethuar nga lejkatar e nga intrigant që kanë nga pas e anash e mbrapa gjithandej. E nga interesagji të çdo lloj fytyre që ka ky planet. Por ai realitetin e votës ai njeh. 2 herë në kuç, kjo ajo atje. Memorandumi. Ajo do ngelin në histori në mënyrë si ai e lexoi votën. I doli herën e parë, doli herën e dytë, nuk është më rasti. Një herë nuk i ka dalë. Jo, ai ka dalë. Edhe në parë. Një sekond, ta them me fakt. A të kujtohet para 6 apo 7 muajve kur tha PD-ja do marri sa mori 97 dhe 97 mori 27 deputet. Kështu ka thënë. Ti mendon që atë po t'jap një tjetër, mendon që PD-ja në 97 mori 27 deputet? Aq mori. Jo, unë jam realist, ka marrë më tepër. Si u numëron votat fare. Mi pra, po, se për gjithë ata që se din në 97, do thënë ishte luftë, nuk ishte numëron votat dhe duke qenë që ndodhi kjo, u hap dhe ishte që mund të rikthehej mbreti dhe ata e morën qafë për pak e vranë shkretin, por që edhe referendumi për mbretin, u mendoj ka fituar mbreti në 97. Edhe ansa, besoj ti dikte. Atëherë, e sheh që nuk është saktë ajo e 97-s. Ansa ka dhënë që fitoi dhe pastaj u kthy. Tani bën diçka tjetër. A ju afrua, a është kjo një 97 e dytë për Berishën në lidhje me votat? Po. Për PD-n? Po e thatë ju, se pyetet i bëj unë këtu. Po mirë. Ju pyetet vetë përgjigjet. Po mirë. A është kjo apo s'është? Tani, mbetemi sërish te Rama, thatë Rama ta ketë shumë vështirë. Më fal zotni Jetus, që mora kompetencën tuaj. Tani unë për këtë punë jam këtu tani, unë kam 30 vjet gazetar. Po mirë, pranoj gasmimin tani. Ti bën pyetjen, unë bëj gasmimin. Jo, derisa të gasmoj do të gasmoj. Shumë mirë, shumë mirë. Okej, tani ngelemi te Rama. Ju thanë që do ketë një mandat vështirë, po më analizo, si të vështirë, çfarë? Ja, vështirë. Pse? Që po t'jap mi e lidh me spakun apo me vetë qeverisjen? Me të gjitha. Po t'jap me gjë kryesore është që njerëzit janë lodh, po dhe po edukohen, qoftë njeriu edukohet edhe me dështimet e tij, Pra njerëzit po edukohen, thonë do të marrin pjesë. Për shembull, ky votimi tani që u rrit nga diaspora tregoi që njerëzit domethënë nuk mund të rinë më pasiv me tragjedinë e tyre. Të rinë pasiv se mendojnë që pushteti është punë e tyre, ç'na duhet ne. Jo. Ajo puna, ai pushteti, ajo punë e tyre ka pasojë tek ne. Me jetën tonë direkte. Dhe ata nuk janë aty për punët e tyre, ata janë aty për ne, për fajsues tanë. Dhe njerëzit, prandaj them, duhet një iluminim i njerëzve. Këta janë përfaqësues, ne i zgjedhim. Ore jemi një ndërmarrje aksionere që kemi zgjedhur përfaqësuesit tanë atje. Dhe ne këta i adhurojmë si zotër. Kjo është çmenduria më e madhe. Pra këta nuk e kuptojnë që janë përfaqësuesit tanë. Vinë na lusin me nderën, bëjnë atë të përshtirin, domethënë, aty para nesh për të marrë votën dhe pastaj na kthejnë kurrizin edhe na mohojnë çdo drejt. Tani ke parti tani thjeshti pronari një ndërmarrje, ke vënë një administrator apo 5 administrator apo 140 sa janë në parlament. Dhe ti pasaj si pronari i ndërmarrjes, që jemi ne si popull pronari i kësaj Shqipërie, ne i lusim ata për të drejtat tona. I bëjmë lutje, aman, ora administrator, më jep të drejtën time. Kush ta vendos? Dhe ta myll se kam shumë të rëndësishme, dhe këto të drejtat tona, dhe kur na i japin, ne japin si bamirësi që buron, o nga Rama, o nga Berisha, o nga këta tjerë që janë këtu. Zoti Kara, kush do ta vendos të vështirësi mandatin e 4, zoti Rama me 83 vota? Opozita që ka 50 vota apo drejtësia, spaku e tjerë? Pikërisht, kjo opozitë që për mua ra, dhe do bjerë shpejt. Opozita e rënë, s'ka çfarë bie. Kjo më që PD. Do hapi rrugën e krijimit të një fryme tjetër, të një qasje tjetër. Kush do bëj këtë? Po do ta bëj baba im i shkret që ka ndruar jetë 2016. Tani ne do ta bëjmë, kush do bëj? Po ti si më PD? Po ç'm do PD-ja mua, se s'ka PD-ja ngrihet nga struktura zoti Kara. Po ç'm do PD-ja mua, unë s'kam një ide të PD. Opozita. Ajo është lokomotiva e opozitës. Po e thon ti. Ja, tani ky është fakt, nuk është fakti im.
Opozita, lokomotiv ka Partinë Demokratike. A ka një ligj që duhet të jetë opozitë të jetë PD-ja? Jo, më ka shumicë në parlament, ka 50 opozita në parlament, nuk bëhet. Vazhdoni, mundeni Ramën për dërë. E mundi dot. Jo. Qatë ti po flet për llogarit Ramës apo për Berishës tani? Ju jeni duke thënë që do riformatohet një opozitë e re? Po them frymëre, po patjetër. Kush do jetë? Nuk e di. Unë këto se parashikoj, se unë nuk jam me... Jo, këtë duam parashikosh. Tu këmbgulur. Unë besoj që do kemi opozitë të re. Po do jenë forcat të reja, këto forcat e partive të vogla, apo lëvizje tjetër intelektuale, sociale? Forcat të reja, gjë, edhe këta që flasin për nga jashtë, të huajt ne na ndihmojnë, na suportojnë, por nuk na zëvendësojnë. Tjetë bindje. Unë kam qenë jashtë edhe kam folë gjatë. Ne këta përcjellin realitetin e tyre, ne përcjellim atë realitet që mendojmë ne që është realitet. Pra, këto imazhe 3D me arritje me suksese, ne përcjellim atë që mendojmë që është. Dhe shumë shpejt, mbasi e vërteta të thuhet si duhet, dhe këtu po flas si jurist, çfarë është gjykimi? Një konstatim i zbulimit të vërtetës nëpërmjet një procesi të drejtë. Dhe kur del e vërteta, pastaj gjykimi del vetë në mënyrë vetvëtishme si produkti i vërtetës. Ne duhet të nxjerrim vërtetat tona dhe ne kemi nevojë për shumë reforma dhe sidomos për reformën drejtësi. Dhe besoj që këtë reforma drejtësi unë nuk e di se kush ministër, ish ministër, kryeministër dhe ish kryeministër, president që do shpëtoj pa dhënë hesap për ato që ka bërë gabim, ose për ato që s'ka bërë... Jo, këtë më thuaj pak më shkoqë, se kjo nuk mund të kaloj kështu. Se kjo është shumë rëndësishme. Mi le pa kalu, se të kaloj më. Jo. Tani, sipas jush, që drejtësia, pra Spaku, nuk do lër asnjë nga ish ministrat apo kryeministrat që... Jo, se vetëm Spaku. Reforma drejtësi në kupton për mua... Të gjitha institucionet e drejtësisë. Vetin të administratës, po se po, siç kemi arritur në të pikë, po dhe gjithë politikës. Dhe po të kishim pasur një veting... Cilët janë politikanë që rrezikojnë të arrestohen atë, po të bëjnë pyetje të drejtë për drejtë? Po i kemë gjithë i ke. Për mua tani vetëm në një ministër i ri që s'ka pas kod vjedhi edhe ka hyrë fushat, domethënë s'kishte kod vjedhi. Gjithë tjerët i ke kandidat për burg. Po jo gjithë, se ju du të keni indicie për këtë. Po kam përgjithësi unë. Jo indicie, thash indicie, domethënë du të keni informacione. Unë shoh se si bëhen punët poshtë. Për shembull, cilët ministrat e qeverisë Ramës thonë apo ishin? Gjithë, dhe të Ramës dhe të Berishës, se po e boni Ramës sikur po themi ministrat e Perëndisë Ra. Po ministrat timën. Jo, unë bëj pyetje këtu. Ti sot në paradrejtësisë ke më shumë ministrat e ti. Po, kjo është vërtet. Dhe unë i kam thonë personalisht, po qeverisë me një këmbë. Ku i kam thonë media, çfarë do të them, do merrem me këtë? Ka 3 këmbë qeverisja. Ka menaxhim, ka risk analysis, ka compliance, janë problemet etiko-ligjore. Dhe tani ke qeverisur me një këmbë, vetëm menaxhim. Po do mbash përgjegjësi, se kur vjen puna përgjegjësinë për personin juridik kush e mban? E mban kryetari. Tani keni qenë shumë kritik me zotin Meta për arsye që ju keni dhënë publikisht dhe unë s'dua të kalojmë përsëritje. Por ai doli rreth 8000 vota dhe doli i treti, duke qenë edhe në burg. Si e komentoni rezultatin e Ilir Metës? Po që me ardhë dita me marrë të keqë për Metën se kësha menu në herë. Si të ka ardhë o keqë? Pa. Pse? Pa gjinat me lanë aty. Po mirë, 8000 vota brenda Burg, më shumë se 34 kandidatë të tjerë të Partisë Demokratike, nuk është pak, a? Unë i kam thonë një herë, shkatrove shtëpinë për Jaranin. Po dalë tani ke Monika që tha, Tedi Blushi tha, bëri 3 shtëpia tha dhe nuk u përgjigjej. Po këtu i tha Monika. Shkatroj shtëpinë për Jaranin. Kështu që kur ta lerdhe Tedi, mendoj do t'i bie rënd shumë. Pse do ta lerdhe Tedi? Po pa besoj se po. Po pse do ta lerdhe Tedi? Nuk ka arsye. Po të kishin pasi çik seder të dy Tedi me gjitha tjetër do kishin dhënë dorëheqjen. Po jo, nuk e ka lejuar Meta, sa ata mund ta nuk e ka bërë deklaratë. Ja, ata nuk janë aty, pastaj do të vrasin veten për komandantin, ti s'na lejon, por ne për të mirën tënde do ta bëjmë pa pyetje. Jo, ai u ka dhënë një lloj ultimatumi sepse ka bërë deklaratë zoti Meta. Unë nuk futem në parlament me dorëheqje. Fal, dorëheqja është vendim që ta kërkojnë tjerë apo bën vetë, si term. Por në këtë rast duhet një lloj mirëkuptimi. Një lloj pazari. Jo pazari, mirëkuptim. Sepse ata janë të gatshëm për ta dhënë. Me atë që di unë, mund të jem gabim, nuk e di tani. Se di, a janë të gatshëm.